Jordan and Friends. E lam të Angelo Gjodi. Po si s'më kanë dalë mua këto? Më kanë dalë mesazhe, komente, domethënë më kanë shkruar edhe ndjekës mi, duke qenë se unë edhe të kam postuar, se të kam gjanë edhe nga jashtë, ti e di. Njemi përpara se ti të bëhesh pjesë e këtij edicioni të Big Brother, edhe më kanë shkruar, sa shkojnë këta të dy, shiko si e shikon. A ishin pozitive të paktën? Po, ishin shumë pozitive. Shiko, shiko si e shikon Angelo Gjodin, edhe mesazhet e tjera ishin që mendoj që ky do jetë çifti i parë në këtë edicion e të tjera me radhë. Unë bëja shit me Malin. Edhe me Malin në fakt kam lexuar, por më të shumtat kanë qenë. Ai e këtu dia. Apo jo. Ai është komediani i kësaj studioje dhe i lejohet. Ideja është që ti në fakt ishe shumë afërt ato ditë që ndejte, edhe me Angelon dhe me Kristin, po dukeshin disa syra që shkëmbeheshin. Ke për të thënë diçka, Gjodi, në lidhje me këtë? Patjetër që po. Shiko, natën e parë them drejtën, nga që ishim edhe ballë për ballë si duket, domethënë edhe shikimi i Angelit ishte shkëmbeshin, shikimet. Po. Tani nuk e di çfarë të them për sytë e Angelit, se duhet pyetur Angela, po shiko, sytë e mi janë shumë të shkëlqyeshëm, besoj ju e shihni, kështu që shkëlqej dhe atëherë kur s'ka gjë. Kështu që Nika mos u mundo kot është. Jo. Kristi bëri një krevat i cili po zgjat me javë. Në fakt atë natë bëri 2 krevate. Njërin e shpërbeu brenda natës, që ishte i yti me Angelon. Çfarë do kishte ndodhur sikur Kristi të mos e kishte bërë këtë? Dhe a do ishin buxhetet e tua më të mira sot, duke parë financën e Angelos? Shiko, që do kisha luajtur patjetër që po, e pam që krevati mbajti gati 1 muaj. 2 personazhe shumë lartë dhe i futi në lojë. Them drejtën, e gjithë situata që krijoi Kristi, mendoj se duhet t'i thon faleminderit Selin dhe Miri për atë krevat që bën, se mendoj se nuk do ishin aq lart sa për atë krevat që bën. Pra. Po ishte po flasim për Aleancën. Po pra, edhe për ndjenjen natësore. Niko, krevati është metaforë për Aleancë. Ndërsa në rastin e Gjodit dhe Angelos nuk e kishim pasur edhe ndoshta diçka më tepër, apo jo? Jo, nuk mund të them që mund të kishim pasur. Se jeni të dy single, mendoj. A je single ti, Gjodi? Jo, nuk i ke parë intervistën. Domethënë ti je lidhur. Po, un jam e kisha shprehur në fakt edhe aty në Big që jam ke diçka. E ka zemrën e kështu që jam. Është personazh i njohur i pjesë e showbizit. Pa çka që je lidhur aty brenda për lojë, do flirtoje me njëri? Edhe kush është mashkulli më seksi që ka Big Brotheri? Përveç të dashurit tënd. Dhe Artanit. Edhe Artanit. Jo, Artani është më seksi, po që edhe unë do qëndroj edhe unë do qëndroj dhe do them si Brikina më pëlqejnë me bark. Është koha jonë djema. Rogerti. Seriozisht Rogertin? Kush është? Jo, nuk besoj që ka seriozisht. Kush është më simpatiku aty brenda? Po të futesh unë, do isha unë, po. Gimbo, mendoj se është edhe për afërsisht në shijet e mia qëndron ai. Në shijet e 90% të femrave. Por që i dashurim nuk ka lidhje fare me diçka. Ta imagjinojmë që ngjan? Jo, nuk ka lidhje, sapo. Po çen ka pjesë e showbizit. Do flasim pak tani, do hulumtojmë, Gjodi, mos na kujto se bëjmë humor dhe do mbetemi me kaq. Ta marrim kështjellën e ndërtuar mirë nga brenda. Flasim pak për prajmin e djeshëm, ishin 2 zarf të zinj, Gjodi, shumë situata, një dalje e beft, si e pet gjithon, se ti të them të drejtën, jam futur shumë thellit edhe shoh biles edhe në punën time aty, nga që kishin bërë të shtëpisë digitalin, po 3 muaj të Bigut, edhe tani e kam vendosur te puna që ti kem në gjithë kohës në sfond edhe ti shoh. Edhe mendoj se ishte e pritshme edhe
Unë edhe gjithë publiku e priste daljen e Kesit, mendoj që nuk kishte ku shkonte më shumë se të Rogertit? Më shumë se sa absolutisht edhe të Rogertit. Mendoj se Rogerti Ina dhe Kesi duhet të dilnin. Eliminoheshin. Ideja absolutisht është e mendoj që Kesi ishte paralajmëruar disa herë. Prandaj po them që Rogerti duhet të ketë kujdes në të ardhmen. Plus ajo dera nuk i nxinte të dy sepse kishte gjithkohës paralajmërime, kështu që mendoj se edhe aq sa ishte edhe e kanë toleruar pak. Edhe mami nuk të duron ai shumë, do thotë 3 herë godet me shpull pastaj. Është treguar I mirë. Ish kleti ti. E di kam vuetur, kam trauma. Ne pam pak edhe gjyshën në Prime-in e parë të Big Brotherit. Si ka reaguar? Gjyshja e di që e ka televizor me YouTube edhe I rikthehet atij Prime-it të parë për të parë vetën. Nuk ka mund. Merr dhe bukën me Kleri. Është bërë influencer. Moj Xhodi thot, ku kalojmë thon, ua moj zot, lumë ti përmbesin që ke që të kanë nxjerrë televizor dhe në televizorin më të madh. Është e fashme tashmë nëna, po që u kënaq edhe për daljen e Laurës, duhet të thënë se e di që është pyetje. Po dihet ajo. Gjysha e Xhodit me piru në dorë. Bravo. U kënaq nëna, po me thënë të drejtën nga mendoj që atë natë për mua do dilte Ina dhe jo Lorna, por kjo është një tjetër çështje. Për të parë strategjinë e Kesit edhe për të parë se si do shkoni gjërat. Edhe për të parë nëse do rikthej me Stelinën, nëse do ngente. Mendoj se do gjente një rrugë për të rikthyer. Unë shikoja që ishte një treshe e pandashme me njëri tjetrin, edhe nëse Ina dilte shkonte te Stelina. Nëse Stelina dilte ishte me Inën, po tani nuk e di gocat se çfarë do bëj, po e shikoj që Stelina po mundohet shumë për të parë një hapësirë ku mund të krijojë marrëdhënie. Të drejtën nuk I shoh gocat, janë shumë të zgjuara, por nuk e di pse e kanë menduar lojën e tyre të përqendruar vetëm në një marrëdhënie. Ndoshta nga që dihet që marrëdhënia marrëdhëniet ecën. Vetëm mua s'më ecën marrëdhëniet. Shikojmë. Duket se në këtë Big do shohim më shumë çifte se në kaluar. Çfarë thua? Po tani shikoj një flirt DJ Nimbos për shemb. Benzinqës që e ka shprehur DJ. Me Selin apo me Baby G? Me Selin. Me Selinën, Gimbo tha që Selin për Selin. Selina është më e mira shtëpis, kështu që tani edhe Baby G më kanë thënë që nga ana dashurisë është shumë lart. Si lart. Në sensin që nuk është e hapur për të krijuar një marrëdhënie. Jo, është shumë kemi patur të njëjtën open mind në sensin nëse dhe po Baby G e ka lënë dhe veten shumë easy. Prandaj po them. Nuk e pres të bëjë të njëjtën lojë, absolutisht janë formate të ndryshme, po mendoj që Baby G që natën parë ishte shumë fresh. Po, prandaj po them, nëse unë apo gocat e tjera do ta mendonin 2 herë, unë mendoj se nëse Baby G e ndjen nuk do mendohet ai gjatë. E di për çfarë jam kurioze për backstage-in. Pra ju jeni në për Prime dhe ne nuk shohim çdo gjë. Domethënë ne jemi gjithë mimika aty. E kruani ndonjëherë hundën aty? E dua të di bisedat, po lëre këtë se nuk na intereson çfarë kruajnë. Mua më intereson. Po janë gjëra që nuk I themi kur na japin fjalën. Po pikërisht ato dua të di. Po shiko, janë ca gjëra që të them drejtën, ja, për shembull, prisnim Rogertin që dilte, edhe kur erdhi Zarfi dhe I thanë që ishte pak I lezetuar ai Zarfi, se normalisht ne e dinim që të ishim në nominim të përhershëm, nuk është ai që lehtë, po, patjetër që po. Merr shumë fuqi mendoj. Po, merr shumë fuqi. Kush lojtar po na rezulton që ai është që e ruan atë fortësinë dhe nuk do shprehet. Kështu që ishte një paralajmërim që ai nëse do jetë I zgjuar do ta shfrytëzoj. Kurse ata prisnim të dilte Rogerti, edhe biles po thonim jo, duhet dilte Rogerti. Pastaj kur doli Kesi, tham pak të ndoli Kesi. Këta aty të karriget, te kemi das. E ke takuar Kesi ndje, mbrëm?
Jo, Kesi nuk është dukur nuk vajti në studio, Kesi. Kështu që patjetër do. Do jetë. Jo. No. Ata për shembull po të jenë të zgjuar te nominimi tjetër, Rogerti është xhan në nominim, fusin në nominim Selinën dhe Kristin, edhe del Rogerti kështu direkt. Po t'ishin mirë po t'ishin, ato edhe mund të jenë. Në ditët e sotme ato edhe mund të jenë, edhe mund ta mendojnë këtë gjë, po shiko, një gjë. Po ata brenda nuk e din kush është më i forti, se e din nga jashtë. Okej, në rregull. Bukur se vllai i madh sa herë na dëgjonte që ne bënim plane, ju nxirrte një gjë tjetër. Sigurisht, është i papritshëm dhe prandaj është loja kaq bukur edhe tërheqëse. Gjodi, nëse do të vi një ftesë tjetër për ta riprovuar edhe një herë. Po, nuk e di, në fakt, të them të drejtën jam në mëdyshje. Sepse kemi parë që janë rifutur personazhe. Po, e kam menduar dhe unë këtë gjë, po nuk e di në cilën fazë të lojës mund vi në një moment për shkakun që unë nuk e shoh veten fare aty, pra nëse do më vinte para një jave, si gjë, absolutisht me gjërat që ishin përfshirë me Kesin, me disa persona aty, nuk do doja absolutisht të futesha. Do thuash ti, po normalisht që do kesh nga këto. Me ta, po. Sepse të gjithë më ka thënë ti nuk ke lidhje me ata dhe sigurisht nuk mund të përfshihesha nëse nuk jam përfshirë në fillim javën e parë që ishin shumë easy muhabete të thjeshta, që mund të futesh kollaj, nuk mendoj se kategoria e muhabetit që i bënte Brikenës, Ina dhe Kesi të ishin. Po tani po të futesh e prap, për siguri do vije me valixhe apo me çantë krau? Do futesha me 3 valixhe. Me 3 valixhe dhe to make një statement. Se më vjen shumë inat që dola. Ashtu. Më vjen shumë keq që dola dhe do futesha direkt me kokë tani, s'do prisja fare. Ato do prisja, kësaj radhe do futeshe për lojën tënde personale apo do ishe ushtar i dikujt, i Selinës. E di që nuk kam kuptuar në asnjë edicion e para këtë fjalën ushtar, domethënë sepse njeriu mund të rridhe me atë që e lidh dhe energjia dhe s'është e thënë që të jetë ushtar i askujt, e kupton? Kur i hyn bëhen ushtar të gjithë. Pra e shikojnë kush është. Po kush është generali pra, se mund të jetë dhe ajo që drejton. Tani tek Big Brother tani ato e kanë krijuar ata dhe për shembull Kristi edhe Selin thash janë dy personazhe më të fortë aty edhe unë e shoh Kristin që gjithmonë është munduar dhe me mua që kishim një afrimitet më thonte që jo mos afrohemi shumë biles 2 ditët e fundit që ndronjem pak më ka patur xhan prandaj po them që Kristi nuk e shoh që përdor njerëz aty është i vetëm do që ti siguroj mirë të gjithë njerëzit që afron afër thash nuk më pëlqeu fare loja se si hyri Krusita me idenë që unë nuk do ta bëja sepse Krusita përveç se është në gjumë dhe unë nuk e mendoj që në këtë moment duhet të jesh në gjumë. Prandaj po them nëse unë futem me shpatë në dorë tashmë me atë rolin e asaj strigës së vogël. Nëse do futeshe do sugjeroja as me shpatë në dorë sepse do jetë tepër vonë dhe janë krijuar situatat. Unë mendoj për të futur aleatët në sherr, pra për të prishur atë gjën. Për të prishur aleancat. Ose sa të futesh tuaj Rogertit o bol edhe do të kenë qef të gjithë. Ja, po nuk edhe do marrësh vota. Nuk është natyra e Xhodit. Okej. Sa do të përpiqemi ne, pse nuk bëre këtë dhe pse nuk bëre atë, se mund të kishe bërë këtë dhe mund të kishe bërë atë. Unë jam shumë e sigurt që në çdo edicion që të kishe hyrë ti do ta merrje po ka i shtruar, sepse je natyra që nuk afrohesh me një herë. Pra je natyra që e do pak atë sigurinë nëse personi që ke përballë është njeriu që ti mund të shkëmbeje 2-3 biseda edhe pas atij takimi, domethënë thjesht nuk mendoj që ishte koha. Pra kjo që thot Jonida, domethënë që unë edhe për një javë të paktën kam qenë e vërtet, kështu që këtë e siguroj sepse u bën disa vite tashmë që e njoh Xhodin. Por edhe pse siç thash tek premiera kur hyre dhe si fole, si u prezantove, thash, okay, Xhodi, do ta shikojmë në një version që s'e kam parë kurrë. Të gjithë kanë pritur dhe mezi domethënë ishte shumë enik për mua për të më parë në lojë. Prandaj po jo, edhe e the që jam gati për këtë lojë, kurse të tjerë kanë marrë për eksperiencën e tisha. Jo, edhe në momentin që më është pyetur nga produksioni, un kam thënë që e shoh vetëm në finale, kështu që kam patur pritshmëri. Tani
Leila, hami. Për Gjodin, unë e njoh Gjodin nga afër dhe është një vajzë shumë e mirë, po ndonjëherë loja është e vështirë. Unë mendoj që loja ka shumë presion, duhet një strategji, nuk është e lehtë, kështu që nuk të bë faj. Prandaj si rilej. Po. E di. Përveç faktit që do i thoshin rregullo mikrofonin se kjo s'di shqip. Jo. I marrësh të keqen ti asaj. E ngacmon ai se e di shumë mirë që ajo është. Humori Antonit. Na shkriu. Ja, këto të dy për shembull mund të ishin. Ta të dy mund të ishin, a? Mund të bënim një çift aty brenda? Çift. Më mirë do bëhesh atë çift me Mirin. Antonit është të jetë banori i Big Brother 5. Edhe të bëhet çift. Gjashtë se Jo, ky. gjashtë, ky iku tash. Jo, e fusin te 5, o. Te 5 ç'do të bëj? Oh, Gjod. Është një Rogert aty, nuk ju duhen dy. Unë jam gjysë Rogerti, okay? Çka kanë aty këta? Po nuk e di, E ngacmojmë zemra, ai është pika jonë në referimit në studio. Mendon se po të dilte Ina, edhe të ngelej Casey brenda, edhe Stelina mos t'ia varte. Mendon se Casey do afrojë me Mirin prap? Jo, them, Casey do afrojë me Baby Jean. Sentimentalist. Urdhëro. Mendoj se Casey do flirtonte me Baby Jean, kështu që Tani do më pyesni mua, a do flirtonte mbrapsht Baby G? Po, sepse dje u çua dhe e takoi. Ndërkohë mund të mbante thjesht një qendrim neutral që Sa as nuk e njifte se një ditë ndeti. Po dhe Bravo, Mateo e bravo. takoi, çfarë do thuash me këtë? Po Mateo ka ditë sa ditë. Po jo, edhe u gjykua. Edhe nga banorët, edhe nga ne jashtë. Se thamë, mua më bëri përshtypje Rogerti që ishte fans dhe tha un jam me Casey. Ka një shpjegim, ngjajnë thon të populli pa bëhen. Po. Është kjo shpreha, domethënë. Vërtet. Kështu që nuk kam çfarë shtoj. Po nuk gjaj me njëri fare. Un të tre përputhsat, ta themi kështu, nuk i shikoj me ndonjë lojë tjetër, domethënë ose të paktën e shikoj të përqendruar gjithmonë te dashuria edhe pa diskutim edhe në këto situatat e tjera, po dashurinë normalisht ato vijnë nga një program dashurie, kështu që do e kenë në fokus. Të mirë. Ne kanë të mirë stërvitur. të pyes Edhe diçka mendjen. tjetër. Ti si, domethënë se je edhe aty tani. Edhe një minutë kemi. Po, mendon se Ina e nxori jashtë Casey-n? Mendoj se po. Ato janë të nxjerrja kapakun dhe të nxjerrja sapo iku, Ina ishte kapaku që i hapte Tani do del vetë nga presioni. Valvën kur donte, kështu që ajo e nxori agravoi. sepse e agravoi gjithë situatën. Sa ai boll si njeri, si personazh ishte i Jam nga agravuar. jashtë dhe e komentojmë midis tyre. Po, pa diskutim që Ina Do e mbyllim për shumë pak minuta, Gjodi, dhe shumë faleminderit që ishe në studio, por përpara se ta mbyllim këtë, cilët janë personat që ke më shumë afrimitet pas daljes? Unë kam marrë mailën shumë afër, po e gjejmë shumë mirë njëra tjetrën edhe po pres që të shoh se si do vijoj pas daljes së Kristit, Anxelos që i kam pasur shumë afër dhe dua vërtet që t'i kem shumë afër. Ti kesh miq edhe pasi mbaroi E fundit, kush e fiton? Big Brotherin, ja kemi marrë pyetje në arbrit. Tani e thash luhet me Kristin dhe Selin. Selinit Ishe edhe këtu ti Kristit, kur e po tha? Jo. vërtet unë Do kam një parë emër. nga Selini që në ato javë që isha nuk është se më ka afruar shumë, unë e shikoj që edhe në marrëdhënie me Gretën ato sado që mund të doj shumë, ajo nuk do dhe e tha qartë që unë Të mos përzihen nuk në lojë dua me njëra tjetrës. mamin këtu, domethënë që të luajmë të gjithë shtëpia, kështu që do thoja Kristin, e kam pasur shumë më afër. Bravo. Dua vërtet ta fitoj një femër, nëse e fiton një femër dua patjetër Selin. Tjetë Selin. Por Okej. jam pak super. më shumë me Kristin. Me Kristin. Okej. Shumë faleminderit Gjodi, të urojmë shumë suksese. Shkëputemi, kthehemi në pjesën e dytë.